Autoriteti rrugor shqiptar njoftoi se rruga alternative e aksit Librasht-Prenjas do të hapet për qarkullim nesër në orën 12 pas shëmbjes së pjesës kryesore të rrugës që kishte bllokuar kalimin e automjeteve. Segmenti prej 1.3 kilometrash ndërtuar paralel me hekurudhën dhe mbi shtratin e lumit Shkumbin do të mundsojë lëvizjen e të gjitha kategorive të mjeteve, duke përfshirë automjetet e vogla, autobusët dhe kamionët e transportit të madrave. Rruga do të hapet duke filluar nga dita e nesërme në orën 12. Gjatë kësaj periudhe, ne me masat që morën në këshillin teknik, pa me devijimin e rrjedhës lumit që mos godiste më poshtë hekurudhës dhe me lehtësimin e trupit të rrëshqitur, na shërbeu shumë për të bërë punën gjithë parapërgatitore që u bë gjatë këtyre ditëve për të mundësuar hapjen e trafikut. E theksoj që ishte domosdoshme pasi punimet që do të nevojiten për rrugën alternative mbi trupin, mbi lumin Shkumbin dhe në krah të hekurudhës do të kërkojnë të paktën 6 ditë nga vlerësimet tona. Zyrtarët e ARSH-s thanë se rruga u testuaj gjatë 4 ditëve të fundit në ngarkesa të ndryshme, duke përfshirë automjete të rënda dhe nuk shfaqej asnjë problematik, çka tregon sigurinë e përdorimit të saj. Segmenti i ri do të jetë i hapur për të gjitha mjetet. Ne kemi 4 ditë që e mbajmë në testim në presion të vazhdueshëm me të gjitha mjetet e rënda, ku gjatë mbrëmjes djeshme janë vendosur dhe si autokolon, kjo për të bërë ngarkesën maksimale gjatë këtij aksi dhe nuk ka shfaqur asnjë lloj cedimi. Ky aks rrugor ka rëndësi strategjike për zonën, duke lidhur qytetet e Librashtit dhe Prenjasit dhe duke siguruar një kalim të sigurt për qytetarët dhe transportuesit. ARSH-ja theksoi se hapja e segmentit të ri do të mundsojë rikthimin e normalitetit në qarkullim rrugor dhe shmangjen e vonesave që kishin ndodhur pas shembjes së aksit.